Kuqezi të kombëtarës shqiptare të futbollit kanë shpalosur një super flamur prej 30 metrash në një ndërtesë në bulevardin Dëshmorët e Kombit me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Për krijimin e këtij flamuri të përmasave të tilla kanë kontribuar tifozë nga të gjitha krajinat shqiptare. Përfaqësuesi i këtij grupimi Gerti Peshkopia, për mikrofonin në Ora News, u shpreh se prej kohësh janë përgatitur për këtë ditë të veçantë për kombin shqiptar. Si çdo gjë që dele bukur kërkon punë, përgatitja janë për festat e nëntorit. Festa e nëntorit përgjithësi ka nisur që rreth një muaj përpara dhe do vazhdoj deri ditën e nesme ku do kulmoj me gjithë organizimin që ne kemi bërë. Dhe normalisht te kjo kohë futet edhe përgatitja e këtij flamurit ku është pjesa më e madhe nga gjithë trojet etnike shqiptare, që nga Prishtina, Dibra, Malësia, Presheva, Çamëria, gjithë personat kanë kontribuar në bërjen e këtij flamuri gjigant. Kërkoj nga institucionet, qoftë qendrore, qoftë lokale, që të vendosen sa më shumë flamuj dhe të mbizotërojnë ngjyra kuqezi. Tashmë, mund të kemi liberalizim vizash me Europën, por ne mas pari duhet të jemi të fortë brenda vendit tonë, duhet të kemi ngjyrat kuqezi primare. Nesër gjithçka duhet të jetë kuqezi. Tifozët kuqezi të kombëtarës shqiptare të futbollit do të organizojnë aktivitete të ndryshme për festën e flamurit, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë hapësirat mbar shqiptar.